Më 13 shtator 1936, Shkodrën e kishte pllakosur heshtja. Biri i një familjeje emërmadhe të Gjirokastrës do të përcillej drejt banesës së fundit në vendlindje. Pas kërkimeve të kujdesshme për 21 vite me radhë, në gusht 1936 u gjendën në Shkodër, në afërsi të fshatit Golem, eshtrat e dëshmorit të kombit, Çerçistopullit. Për marrjen e tyre në dorëzim, qyteti i Gjirokastrës ngriti një komision të posaçëm. A e dini se me këtë rast Bashkia e Shkodrës përgatiti një ceremoni nderimi? Më 15 korrik 1915, Çerçistopulli u përshkatua në Shkodër bashkë me Muço Qullin nga forcat malazeze. Lipsanet e të rëmbëve u gjetën të groposura në të njëjtin varr në komunën e Vrakës. Për të marrë eshtrat e dy dëshmorëve, kanë ardhur prej Gjirokastre dhe Leskoviku 2 delegacione. Bashkia për t'i dhënë nderimin e meritueshëm, duke u mbështetur në ndjesinat atletare fisnike shkodrane, grish popullin me marrë pjesë në përcjelljen e eshtrave të dëshmorëve të paharrueshëm, njoftonte qytetarët Bashkia e Shkodrës. Pas fjalimit të kryetarit të bashkisë, kortezhi do të nisej nga rruga Washington për të ndalur në lulishtën popullore, ku do të mbante një fjalë mortore Ata Anton Harapi. Në mbarim, banda do të luante himnin mbretëror.